Mbas papastërtisë, është e detyruar me femra mi la dhe flokët. Mjafton trupi dhe gusull. Pyetja është pak e paqartë. Dëgjoj. Ti vëlla ose motre që ke bë pyetjen. Gusli bëhet obligim pas disa rasteve të caktuara, një prej tyre është edhe kjo që ke përmend ti, papastërtia mas intimitetit. Në këtë rast, si burri, si gruaja, prej farzave të guslit që nuk pranohet, edhe nuk mjafton nëse nuk plotëson këto farze, është me la gojen 3 herë, hundën 3 herë. Edhe me la tër trupin. Këtu tër trupin do më thonë i bjen edhe flokët. Jo femna me thonë unë kam nërëq frizurën 50 euro se sa kushton. Edhe tash spilajën e flokët. Veç pelaj prej të qafat e poshtë trupin. Nëse ecë kështu, ka mëkat femra. Pa e la komplet trupin pa gusull. Përveç që s'munët me i kry në namazet, farzet. Prandaj themi, mos e keq kuptoni guslin. Gusull është me e la gojen, hundën nga 3 herë, pastaj tër trupin prej kokës deri në fund këmbëve, komplet. Me vedije mos me lën asnjë milimetër të trupit pa la. Me vedije. Pra keni kujdes sepse shohim shumë njerëz që e keq kuptojnë këtë çështje.